sot javën ndërkombëtare që filloi që me datën 20 prill dhe çdo ditë ka patur aktivitete nga më të ndryshme që lidhen me ndërkombëtarizimin edhe me bashkëpunimin e Universitetit të Shkodrës me shumicën e partnerëve me të cilët ai ka marrëveshje të ndryshme. Java ka konsistuar në disa fokus grupe në trajtën e paneleve të fokusuara në rëndësinë e mobiliteteve, rëndësinë që këto mobilitete kanë për shkëmbimet jo vetëm akademike, por edhe shkëmbimet kulturore, si edhe panele që janë fokusuar në tema që lidhen me inovacionin, me startupet dhe me përfshirjen e studentëve në sipërmarrje. I'm from the university. Vërtet ishte një javë mjaft rezultative. Ne me Universitetin e Shkodrës kemi tashmë 2 vite që jemi pjesë e një marrëveshje e bashkëpunimit dhe ishte vërtet kënaqësi. Fokusi ynë i bashkëpunimit është kryesisht tek shkëmbimi i stafit dhe i studentëve, duke u fokusuar më tepër në fushat e studimit të shkencës sociale dhe të administrim biznesit. Improve our partnership.